Duka ka qenë vitin 2001 që drejton Federatën Shqiptare të Futbollit. Janë bërë 24 vite. Një futbollist i lindur ditën që është bërë Duka president federate dhe sot jetë në ekipin kombëtar. Nuk ka asnjë lojtar që është rritur në gjatë gjetjatësisë të Dukës në krye të federatës, me gjithë projektin e Dukës nga dita e parë deri në sot, ti nuk e ke të përkthyer te një lojtar i krijuar në futbollin shqiptar. Të gjithë janë të importuar. Duka tani qeveris në një strukturë drejtimi quhet komitet ekzekutiv, se komitet ekzekutiv ka qenë atëherë, që akoma ka komitet ekzekutiv të rrethave, po, ish bashkitë. Komitet ekzekutive që komitet ekzekutiv të vendet Gjermën atëherë. Po. Tani në një komitet emër tipik nga ato të kohës atëshme, duket, po ky si nuk e ka ndruar. Çfarë roli luan ky komitet? Kush e përben? Ai kundërshtojnë ndonjëherë presidentin këta, po tani aty janë nga dita e parë që Duka është bë presidenti federatës, ka bërë 2 herë garë. Por prap garat të paragjykuara, të parashikuara dhe të parablera. Nga i momentet, tash është krijuar, nuk është komiteti ekzekutiv, as Federata Shqiptare e Futbollit, është sekti Duka. Është një sekt atje. Një sekt që kanë një drejtues, një president që është Duka. Dhe ai dekor, çfarë sekt? Dekori, jo sekt, dekori. Dhe ai përcakton të gjithë njerëzit që do ketë me vete. Nga Lutnuri, në mbaj mend që nga koha çupaçupsave. Po, Lutnuri dhe vazhdon tjetër atje. Ka njerëz që lepe peqe me presidentin, kush ndonjëherë ka tentuar ndonjëherë thotë në fjalë më tepër, është ndarë veç, dhe ajo që më bën përshtypje në të gjithë, se ne themi trajneri shqiptar, ka këtë Alban Bushin, trajnerin e 21 vjeçarëve, ka një 10 vjet që e mban atje. Se 21 vjeçarët duhet jenë produkti i kombëtarës. Nuk prodhon asgjë, nuk arrin asnjë rezultat dhe rri atje. Se ndoshta pazari i madh është atje te 21 vjeçarët, se ata duhet bëjnë përpara. Ata duhet shiten nëpër klube të rëndësishme. Të gjithë njerëzit që kanë tentuar të kundërshtojnë Dukën, o janë blerë prej tij, o janë detyruar të heshtin. Prandaj them që është kthyer në një sekt Federata Shqiptare e Futbollit. Ndjek një model edhe të UEFA-s dhe të FIFA-s, por nuk e bën kaq balt saç bëhet këtu. Edhe kjo... Shiko, të dy ne kemi që Gazeta Sporti, Fillecat ande i kemi, mos shikon nuk kemi të fare, profesor Dervishi tha, bëm një ndeshje dinjitoze. Unë që kur kam filluar të kuptoj nga futbolli, e kam gjykot fjalin, kombëtarja bërë një ndeshje dinjitoze. Më nëse se ai ka të etikën e po gjithmonë pa tentativë e inferiorit. Po jo, punon në federatën spanjolle, po është spanjolle, njëri i rëndësishëm federatë. Po atje shumë dhe ruan etikën në të gjitha rastet dhe ne u përpoqja. Edhe këtu ka qenë sekretar. Por edhe Kosova, njëjti model si Shqipëria ka, edhe ajo me lojtarë kosovarë që janë rritur jashtë, shumica e tyre. Dakor? Por ato kanë 10 vjet që kanë kriju, themi kombëtarën, 2014 kanë filluar kombëtarën. 10 vjet, 12 vjet që bëjnë futboll. Ndërkohë, ne kemi modelin tjetër, është Maqedonia e Veriut, këtu afër. Është e njëjta mënyrë përfaqësimi si kombëtarja shqiptare. Ata e bëjnë me lojtarë të rritur atje, në Maqedoninë e Veriut. Dakor? Shumë pak prej tyre luajnë jashtë dhe kthehen për ekipin kombëtar. Sepse ka ndodhur që është zgjeruar futbolli. Nuk garojnë më grupe me 7-8 skuadra që nuk do kishe kurrë shansin të përfaqësoheshin në Europian apo tentoje play-offin. Është modeli i futbollit, janë rritur përfaqësimet 24 në Europian, 48 botror që të krijon mundësinë që kombëtarët shqiptarë të tentojë këto momente. Por prap në fund të ditës është kombëtare e krijuar nga futbollistë të lindur jashtë, të trajnuar jashtë, të stërvitur jashtë, që vinë këtu dhe ngren karizmën kombëtare. E kanë ngritur tifozët kuqezi. Lojtarët shqiptarë të ardhur nga shqiptarët e Kosovës. Ata e kanë krijuar këtë kombëtar me të cilën nga mëngjesi në darkë mburret ai sekti Duka. Mburret televizionet që e mbështesin nga mbrapa dhe krijojnë histori suksesi, ndërkohë që realiteti i futbollit shqiptar është komplet e kundërta me atë që bën kombëtar. Edhe një pyetje fundi kam unë, Duka, biletat që shiten për këtë radhë për Poloninë, i nxjerrin disa agjenci, unë kam regjistruar edhe një herë, gazetarët e mi kërkuan. E kërkuan thjesht për arsye pune që të transmetonin, po nuk është nevoja. Biletat ishin 350 euro, më zgaboj, Rajan, sa e keti atë, ndoshta se futin, po, dhe ndërkohë këto e biletat 25 euroshe, gjithsej. Ku i gjen këto agjenci këto bileta? Yllim, kjo është një, nuk është sot, kjo është një... E vjetër, po, unë mora kësë për kontekst... Sigurisht, e ardhën bas 2002-shit, Bas 2002. Bas, në kohën që erdi presidenti jetë gjatë që kemi dhe sot.
Aty filloi. Ne do ta kemi objekte dhe për problemet tikat e tjera, po. Agjensitë kanë pas secila biletat e tyre dhe bonin ofertën. T'ju çojmë Polonit, flini një natë, shifni Varshavën, kombëtaren dhe të ktheni. Domethënë paketa ishte përcaktuar që në fillim, secila nga agjensitë kishte numrin e saj të biletave, të fiksuara, që s'duhet i kishte pra, se duhet ishte e hapur për të gjithë mundësia për të marrë një bilet. Tani, një nga mënyrat që ka përdorur Federata është pikërisht mënyra se si ajo i trajton biletat. Një pjesë të njerëzve të afërt, përfshi dhe kolegët tanë, ata u japin bileta. Si ta sheu dërgon mesazhe 10-15 shkrimet ditën, si ka mundësi që i shkruan kaq me shpejtësi. Popullata i lexon në fakt, me thënë drejtën, me një pjesë ja botoj me të gjitha, po dërgon vazhdimisht 10-15 ditën shkruan. Biletat ylli përdoren edhe për të joshur, edhe po të qikosh ku luajt, e ke pa që edhe spaku që s'kishte lidhje me futbollin, i ken tribunën VIP, edhe në ndeshje që bileta me çmim zyrtar është 500 euro. Kupton të shkoj çmimi zyrtar të Shqipëria 500 euro? Unë kam qenë në ndeshje në Beograd. Çmimet më të shtrenjta që po, mos e pa më gjithë çmimet të tilla të ndeshjes kombëtare kudo, në shtetin më të pasur të botës nuk gjen këto çmime. Po transmetimet si bën televizioni publik, kush i bën transmetimet? Jo, i bën televizioni Klan dhe Digital. Klani, për publikun, pra sa ajo tjetër. Transmetimi fri e ka Klani, kurse për publikun jashtë, për shembull, unë isha jashtë dhe me aparatet që kisha, unë mund të shikoja Italin, e transmeton dhe televizioni publik, por nuk shikon do të Shqipërinë sepse del një drejt autori. Që do me thënë, edhe kjo është një shitje shumë e ndyrë. Atere, ylli, te biletat, se ishim te biletat, qa ndodh me biletat? Jemi shkurt pak, se... Qa ndodh me biletat? Po të marrë rastin, ne inauguronim stadiumin Elbasanit dhe kishim ndeshje me Danimarkën. Dhe biletat ishin 180.000 lekë. Ndërkohë, në Beograd, në 2014 në ndeshje. Bileta me shtrenjtë stadium ishte 9 euro të VIP-i dhe bileta ma sporte ishte 2 euro. Pra, jo se s'kish kërkes, ati kishe kërkes për 100.000 veta në stadium. Por ata vendosin një çmim, do më thënë, i cili është në varësi edhe të jetesës, edhe të mundësisë që kanë tifozë, për të ofruar çdo lloj tifozi. Ne në Shqipëri, i shpëtoi goja njëri nga zyrtarët e federatës dikur dhe tha, futbolli tha, nuk është për të varfrit, tha, është për të pasurit. Pra, ne çojmë çmimin e shtrenjtë, sepse do vinë ata që kanë lekë. Ndërkohë, po bëjnë thirrje, kanë 2 ditë për ndeshjen e Ukrainës. Kanë shitur bileta gjë, baldi t'japi dhe falas tani shko. Sepse ndeshjen po të marrë dhe ajo është për të fshirë me nderën. Po t'jap rastin e fundit në kampionatin evropian, biletat ylli ma sporte për tifozët tanë kanë qenë në çmime 30 euro, 40 euro, 50 euro. E di se janë shitur këtu nëpërmjet agjencive. Dhe këto i shesin se agjencia është e prirur se atë punë ka është biznesi vet. Por edhe agjencisë vet nuk ja japin me çmimin që është real që ka ndeshja. Agjencia i ble ato bileta, i ble nga këta që i kanë aksesin dhe i shesin. Prandaj thot agjencia 1.000 euro të shkosh në Varshavë, shofësh ndeshjen dhe të kthehesh.